Me sa e di, unë në vitin 1991 për herë parë që ka dalë një delegacion, ose mos gabofsha, jo, 91, 90, nuk e di në fund 90-ës atë 91, për herë parë që ka dalë një delegacion nga Kosova që ka pas kontakte me përëndimin, është Nufri Lekaj, që i ka bërë në Norvegji, në Oslo, për mes Komitit të Helsinkit, i kanë bërë vizitë në atje. Dhe pas asaj kohë, ka ardhë në Danimarë, tash nuk më kujtohet të ka ardhë në 91-shin, në 92-shin, madje ka pas marrë edhe një çmim në Kopenhag. Dhe aty e kam zhvilluar, se ka qenë përcjellës Avnis Spahiu. Avnis Spahiu, kum pas kontakte me Avniun, pastaj ma mundsoj që... Që vinte në studio të kjo, po. Jo, nuk ka në studio, unë kam shku. A ju keni shku atje? Unë kam shku në hotel atje dhe i kam zhvillu. Po, qëndrimi i Ibrahim Rugovës dihet e ka qenë i përcaktuar për mënyrë paqësore zgjidhet problemi. Pra, asnjëherë nuk e ka pasur në plan, edhe pse thuaj, pra që në të njëjtën kohë ka pasur një organizim, pra të cilët kanë bërë stërvitje të ndryshme në Shqipëri dhe para përgatitje për luftë. Ato nuk i ka biseduar me neve, ndoshta... Nuk i thoshte pra publikisht? Jo, me neve nuk i ka biseduar, ato publikisht ndoshta në rrethet caktuar, në ngushtë, nuk mund të prononcohem për atë, nuk e di si... E di që pastaj ka qenë formuar një ministri e punëve mëndshme, forcat armatore, si që qushin ata... Farku? Po, Farkun dhe sindikatat të ndryshme që shpjegonin ata pastaj, po shumica u zbulun dhe u ndërprej aktiviteti, po nuk mund të prononcohem për gjërat e tilla se nuk kam qenë në ato rrjete, s'kam qenë antar i LDK-s.